Ndotja e pyllit të Semanit edhe këtë sezon veror nxjerr në pa një panoramë të pakëndshme në hyrje të plazhit. Megjithë aksionet e pastrimit nga Agjencia e Zonave të Mbrojtura në zonë kanë ndotje të vazhdueshme. 10 të rinj vullnetar nga Slovakia, Ukraina, Polonia janë bashkuar vullnetarve nga Fieri për të pastruar territorin e pyllit me pishat e Semanit. Sipas tyre, zgjidhja është e përgjegjësia dhe sjellja e qytetarëve ndaj mjedisit. Është shumë pis, ka shumë mbeturina, nuk e prisnim. Nuk është kjo mënyra se si duhet trajtuar natyra. Thjesht kur vini, merrni një qese me vete dhe i hidhni mbetjet aty ku duhet. Jam nga Ukraina dhe mendoj që duhet të keni më shumë kujdes me natyrën. Nuk duhet i lëmë mbetjet tona kështu. Natyra këtu është shumë e bukur. Pra shko sa po shohim shumë ndotje këtu, nuk e besoj që është aq e kështu duhet që të rinj të mësohen me të mbrojtur vendin e tyre dhe të bëjnë më të përgjegjshëm dita ditës, jo të vetëm të flasin dhe mos të bëjnë veprime. Do ta shohin edhe vetë qytetarët që mjedisi duhet të jetë vetë i pastër, sepse nëse ndotet na dëmton edhe ne. Tonelata të tëra me mbeti u mblodhën një muaj më parë nga punonjësit e bashkisë, por ndotja vazhdon pasi zona frekuentohet edhe gjatë verës nga pushuesit që ndalojnë në pyll pas plazhit.